Përshëndetje. Sot të rreth orës 14:50 minuta në sallën operative të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë ka mbritur një informacion për të shtërna me armë në zonën e fshatit Ballëdre. Menjëherë shërbimet e policisë kanë mbritur në vendngjarje, po kështu janë njoftuar dhe shërbimet e emergjencës dhe ato kanë ardhur menjëherë dhe është konstatuar që gjatë lëvizjes të një mjeti ai është qelluar me armë, me breshëri armësh dhe dyshohet dhe mjekët kanë konfirmuar për humbjen jetë të dy personave, të një shtetasi burr dhe një shtetase gruaja. Lajmi është shumë i rëndë. Në drejtimin e prokurorit është ngritur grupi hetimor. Janë marrë të gjitha masat, po kryen të gjitha veprimet operative policore në terren, edhe në bashkëpunim me qarqet e tjera. Po punojmë intensivisht. Po fiksojmë çdo provë në vendngjarje me qëllim hetimin e plot, zbardhjen e gjithë dinamikës dhe zbulimin e autorëve dhe dhënien para përgjegjësisë të tyre. Çfarë dyshohet paraprakisht? Do kemi një deklaratë nëpërmjet zëdhënëses të mediave, për të marrë një material zyrtar dhe të plot. Edhe diçka a konfirmohet ka pasur vetëm një çites apo dyshohet se mund të kenë më shumë? Jemi duke kryer veprime. Kështu që unë ju falenderoj që e morë të pronësim dhe do desha të më thënë që ne të vazhdojmë me detyrat dhe funksionet e hetimit edhe drejt zbardhjes të kësaj ngjarje të rëndë. Faleminderit.